Kisha një mision tani pas ditët e bëra. Misioni ishte që do të çoja celularin tim në çdo pikë dyqan celularësh që merr celular të përdorur e vlerëson. Dhe kam vajtur në disa pika. Unë kam celular iPhone 13 Pro Max. Dhe doja të dija pak tregun këtu të vlorës, domethënë sa i vlerësojmë ne këtu në vlorë celularët. Përveç se ishte skandaloze vlerësimi, domethënë më jepni vetëm 200.000 lekë për po sot më vjen të qesh. Kur kujtoj si shifër. Përveç se shumica ofronin vetëm 200.000 lekë, e vlerësonin me 200.000 lekë. Jo për ta mburur, po celulari im është në gjendje të shkëlqyer nga jashtë. Nuk ka asnjë lloj shenje, asnjë lloj të gërvishtur, fare është si akull i ri, sikur sapo e ke bler. Po tem tjetër kjo që mos të futemi diskutimeve. Ajo që më bëri mua shumë përshtypje se nuk doja ta lija pa e thënë, është që domethënë jemi plotësisht totalisht kamikazër, ju betohem. Kam vajtur tek një dyqan këtu në Vlorë para një 2 javësh, diçka e tillë. Edhe e kam pyetur për celularin, sa e vlerëson, i kam thënë. Dhe më ka thënë 320.000 lekë të vjetra. Vajta prap sot, se thash i mora gjithë dyqanet me radhë. E thash sa më vlerëson celularin, edhe ja rikujtova që shiko se kam qenë para një 2 javësh, edhe sa të kam thënë më tha mua 320.000 lekë. I thash shumë sa aq më kishte thënë 320.000 lekë. Edhe tha foli ajo goca domethënë me atë personin që vlerësonte celularët, foli në telefon edhe i tha e po i ka rënë vlerë. Nuk e di. I ka rënë vlera për 2 javë. Wow. Qa jemi domethënë kamikaz. Ai ka menduar këtë sipas logjikës time. Kjo që erdhi përpara 2 javësh, e ka menduar mirë, ka ardhur prap dhe kjo sigur do marrë i celular tjetër, do ma lëri mua këtë, po t'i them në një shifër më të vogël unë kësaj, se kjo ka vendosur do e lëri këtë si celular. O njerëz, mblidhi mendjen e kokës se nuk ha mbarne. Edhe ne në të njëjtin planet me ju jetojmë. S'jeni më të zgjuar, ju s'keni ajër tjetër, ju s'keni gjak blu, ju nuk se bëni ndonjë gjë ndryshe nga jetesa jon. Njëjtat ushqime ham. Kaq ishte, ju përshëndes.